Sot do të përgatisim trileçe. Është një nga ato ëmbëlsira që unë e përgatis shpesh në familjen time dhe sot do t'ju sill disa sekretet e vogla se si t'ju dali e butë dhe tepër e shijshme. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 6 vezë. Vezët është e rëndësishme që të jenë në temperaturë ambienti, 6 lugë të plota me sheqer. Nëse dëshironi më të ëmbël, mund t'i hidhni më shumë sheqer. Do vazhdojmë t'i rrahim me mikser vezët bashkë me sheqerin për 10 minuta, derisa sheqeri të jetë shkrirë plotësisht dhe masa të jetë dyfishuar. Pasi masa është dyfishuar, do t'i hedhim mielin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 6 lugë të plota me miell, 7 gram vanilje dhe 10 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hidhni 1 lugë çaj sot buke. Do vazhdojmë ta përziejmë ngadalë pa mikser në mënyrë të tillë që të mos i bjerë volumi. Tashmë e kemi gati. Të gjithë masën do ta kalojmë në një tavë në të cilën poshtë do të shtrojmë letër pjekje. Nëse dëshironi, mund ta lyeni tavën me vaj ose me gjalp sipas dëshirës. Pjesët anësore të cilat nuk kanë letër pjekje do t'i lyhem me vaj. Të gjithë masën do ta hedhim në tavë. Do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 180 gradë për rreth 25 minuta, derisa të piqet plotësisht. Ndërkohë që pandispanja është duke u pjekur, në një enë do të hedhim rreth 1 litër qumësht tradita nga lufra. Tek qumshti do të hedhim gjithashtu pana të ëmbël rreth 250 ml. Dhe gjithashtu 300 ml qumësht të kondensuar. Do t'i përziej mirë. Do ta lëmë një anë, ndërkohë që do të heqim dhe kekun nga furra. Para se ta heqim nga furra, do t'i bëjmë provën e pjekjes. Pasi e shohim që është pjekur, do ta lëmë 5 deri në 10 minuta të pushojë dhe më pas do ta kthejmë nga ana tjetër. Do t'i heqim letrën e pjekjes. Do ta shpojmë me piru më parë. Dhe do t'i hedhim qumshtin. Do ta lejmë të pushojë për disa minuta derisa të ketë pirë të gjithë qumshtin dhe më pas do t'i hedhim kremin karamel. Mënyrën e përgatitjes së kremit karamel ju a kam sjellë edhe më parë me video. Nëse e dëshironi, mund të më shkruani në koment dhe unë mund t'ja dërgoj përsëri. Pasi e hedhim kremin karamel, do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën.
Do t'i japim këto format me dhomza që të duket pak më lezetshëm. Para konsumimit e mirë është që trileçet të qëndrojnë në frigorifer për disa orë dhe më pas e keni gati. Do ta presim. Kjo pra është receta e trileçes. Siç ju thash, është një recetë shumë e shijshme, unë e përgatis shumë shpesh. Nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.